Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth kuptimeve të ajetit kuranor. Allahu subhanahu wa ta'ala na thot në surën Ar-Rum në ajetin 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas. Deri në fund të ajetit. Pra një ajet kuranor që në fakt është shpëtimtari i njerëzimit nga shfarosja. Sepse na vën në dukje shfaqjen e fesadit gjithandej në përbot, në tokë, në det, gjithandej. Edhe shumë kush të thotë se ju shpesh flisni vetëm për problemet edhe evidentimin e problematikave. Në fakt, kjo është tradita e Kuranit famlart, që para se të mërrim tek formula e zgjidhjes së problemeve, duhet në radhë të parë të kemi kurajon për t'i tregu problemet që kemi. Dhe me thanë, është shumë e rëndësishme me tërheqë me mendjen, edhe me thanë si shumë pejgamber të Allahut Azza wa Jall, thonë në Kur'anin famlart, o populli im, edhe përmend se cili pejgamber problematikat edhe fenomenet negative që shfaqen në atë shoqëni. Sepse pa tërheqë vëmendjen drejt fenomeneve negative, shumë njerëz që janë bërë palë me të keqen, ose janë ambientuar me të keqen, ndoshta nuk e kanë kurajon edhe nuk e kanë vëmendjen e duhur për ta kuptuar veten se ku janë, e më pas edhe për të dalë nga ai batak. A nuk na thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Kahf, që ne lexojmë për çdo javë. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ata mendojnë se po veprojnë mirë. Mirë, po për kë thot këtë ata mendojnë se po veprojnë mirë? Për disa që Allah Azza wa Jall i kritikon për veprat e tyre. Tamam? Për kështu, kur tërheqim vëmendjen e gjithë secilit rreth shfaqjes së fenomeneve negative, në fakt e bëjmë për të mërrit të kthesa që duhet të marrë gjithë secili prej nesh në jetën e tij për të distancuar nga e keqja, sepse në një mënyrë apo një tjetër, të gjithë ne me dashje apo dashje, nëse nuk jemi përfshirë në batakun e të keqes, ma e pakta na prek pluhuri i saj. A nuk jemi dëshmitar të një fenomeni negativ që përhapet në emër të festës, në emër të gjallënimit të qytetit, në emër të, dhe me thanë, ringjalljes së qytetit, a thu se ka kënë një varrezë e madhe kjo qytet, ajo që ndodh në zemër të qytetit dhe në zemër të lagjeve muslimane, aty përballë xhamisë së Parrucës, ku nga gjysma e muajit nënor, edhe një zot e din se deri kur, ka një poter terrorizuese, që edhe pse kemi folë me institucionet, ti e sheh veten si kur po flet dhe po vërtet më të madhe në varreza. A ndëgjon i vdekuni? I vdekuni nuk ndëgjon. Në varreza nëse thu dhe ankohesh për diçka negative, atë vjen dora e dikujt për të ndihmuar dhe më thënë po ndalojmë të keqen. Fa ajo që ngjet në zemër të qytetit, përveç se është një terror ndaj asaj zone të madhe muslimane dhe një zhurmë e llahtarshme që nuk të lën as me ndajt rahat, as me ndajt qetësi, as kur ke gzim, as kur ke hidrim, as kur ke një smur, as kur ke një mik, as kur ke, por je i obligum, pra si të ishe në një burg të madh, që ti je i obligum me ndëgju propagandën e prishur të atyre që të kanë surgjinos. Ty të ka ardhur dikush mik dhe ti ndëgjon një tekst banal, për cilin në fakt duhet dënu ai që e legjitimon, e ai që e reklamon, e ai që e zhvillon, sepse si ka mundësi që në këtë kohë që jemi, në zemër të qytetit, pra hiqe idejnë e po është fest, çfarë festet është? Nga gjysma e nënorit dhe deri në fillim të janarit, ose një zot e din se deri kur, çfarë festet është? Çfarë është kjo fest?
Festa kujt është kjo? Sekret kemi festa. Ne si musliman kemi festat tona, të krishterët kanë festat e tyne, nacionalistët kanë festat e tyne, adhetarët kanë festat e tyne, sportdashtit kanë festat e tyne, gjithkush ka fest. Po tjetë kështu kret viti është fest. Diçka fetare, diçka jo fetare, diçka islame, diçka e krishterë, diçka e një feje tjetër, diçka e një sekti, diçka kret është fest. Ama kështu? Kështu? Edhe me taksat tona? Me taksat e mia? Fëdashje pa dashje, zullumi edhe fesadi që përhapet gjithandaj në përbot, edhe unë edhe ju kemi një hisë të ti. Edhe unë edhe ju kemi një hisë të ti. Përveç se me ju lutë Allahut Azza wa Jall për me ndryshu këtë gjendje, edhe me i dhanë atyne që e bajnë këtë, edhe për natyrën e tyre të sumur, atë që meritojnë, duhet që mund nërgjitësu, që mos me pranu të keqen, dhe me e largu të keqen prej nesh, me e largu të keqen prej nesh, me undan nga e keqja. Qa do qofteja, kush do qofteja, çfarë do dhe ngjyre që të ketë, në emër të kujt do që tjetë, zgjidhja cila është, që mos e zgjatemi sepse ne mund të flasim për këtë temë pambarimisht. Pambarimisht. Unë thash përmenda javën e kalume disa statistika që lidhen me dame të mëdha që kanë humjen e pasunive, në tretjen e ushqimeve, e të ngjashme. Po mund të flasim ne për zullume dhe për fesat të madh që bëhet në këtë tokë, në këtë botë, pambarimisht. Problemi i aborteve, i moraliteti, i prostitucioni, bimt narkotike, drograt e ndryshme, pa fund. Në tokë e në det, e në qiell, e gjithkund. Mirë po, duam që të kthehemi, edhe duam që të pendohemi, edhe duam që të rregullojmë marrëdhënien tonë me Allahun subhanahu wa taala. Zgjidhja cila është, na e tregon Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famullar, duke na tërheqë vëmendjen, po ashtu për një prishje të madhe të disa popujve përpara nesh, të cilët kanë merituar mallkimin e Allahut Azza wa Jall nëpërmjet pejgamberëve të kohës. Dhe përmendet Hazreti Daudi alayhi salam, edhe Hazreti Isa i biri i Mariamit alayhi salam, të cilët i kanë mallku popujt e tyre, ose thuj popullin e tyre, se në fakt ata tek një popull janë dërguar. Të cili ishte problemi i tyre, që është edhe problemi i jon. Që këtu nuk është diskutim një raca, një popull, jo. Mund të jesh ti ai, jemi ne ai. Vënë veten tënde në pozitën e atij popull që janë mallkuar. Thuj Zot na ruaj nga mallkimi jot. Dhe mallkimi që është, kemi thënë, dëbimi nga mëshira e Allahut Azza wa Jall. Pra, me të nxjerr Zoti nga mëshira e tij. S'ka ma ndëshkim të madh. Prandaj themi o Zot, mos e hiq dorën në mëshirës prej nesh. Përderisa Allah Azza wa Jall të mëshiron, je elhamdulillah, je rahat. Je akoma i mlum, je akoma i rujtun, ka akoma shpresë. Fa Allah Azza wa Jall çfarë thotë për ata? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Ata nuk e ndalonin njëri tjetrin nga e keqja që vepronin. Pra ishin ambientu me të keqen. Se çka ka? Jo po është puna atyne, jo po e ka bë qeveria, jo po e ka bë ky institucion, jo po është puna e tij, jo po nuk është puna ime, jo po çam duhet mu, jo po shoh punët e mia, jo po un kam familjen time, po ai ka familjen e vet, jo po nuk është vajza ime, jo po nuk është motra ime, jo po nuk është vëlla im. Në momentin kur nuk e kemi kurrajon për ta shëruar të keqen që përhapet dhe vetëm mjaftohemi me një dhomë të vogël ku jemi ne si familje, do të thotë si e keqja herët apo vonë do të na përfshinjë edhe ne. Kam lexuar në tekste të vjetra, në tefsire të vjetra, që thotë se Allah subhanahu wa taala i dha urdhën melekëve që shkonin dhe të ndëshkonin një prej popujve, një fshat, një qytet. Thotë edhe melekët shkuan dhe Allah azza wa jall e din se çka ka aty që do të ndodhin edhe shohin një burr pas një shtylle, pas një vendi apo pas një pemë, i cili lutet, pra duket sikur është adhurues, sikur është besimtar, sikur është njeri i përkushtuar. Dhe i thoi një arab, aty është edhe filani, i cili po lutet, edhe i cili po të adhuron. Allah azza wa jall e din këtë. Çfarë i thot?
i thot prej ati filloni. Allah, si prej ati filloni? Prej ati filloni. Sepse ai nuk e ka kalu cakun e adhurimit dhe ka ndajt thjesht në egon e adhurimit të tij. Mirë, por nuk ka shku për me e përhap të mirën të këtë tjertë, nuk ka shku me këshillu diken, nuk e ka thënë dikun një fjalë të mirë, nuk ka shpërpjek me e ndalu diken që vepron një të keqe nga ajo e keqe që ai vepron. Që do thotë të dashurit e mi se nuk ka shumë e rëndësishme sot, me thanë si po, këto janë njerëz të mirë, këto shkojnë në xhami, këto falen, këto bëjnë dhikr, këto lexojnë Kur'an. Sot kemi edhe konkurse të Kur'anit, kush e ka zanin më të bukur. Sot kemi edhe konkurse të hifzit të Kur'anit. Kush e lexon Kur'anin sipas një rivajeti, sipas një shkolle tjetër, 7 shkollave, 10 shkollave, hafizi 7 kiraeteve, hafizi 10 kiraeteve, hafizi shumë mirë. Po nuk është këtu qëllimi. Qëllimi është, a mundemi ne me bëha konkurs për me ndërru të keqen, me u bëha regulator. Me u bëha regulator. Sepse mund të jemi njerëz të mirë po na përfshin në shkimi Allahut Azza wa Jall. Kur, siç i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në anëson Hazreti Aishës, idha kathura al-khabath. Kur shtohet e keqja. Pra, ka filluar më prish dynjaja. Ta i besimtarët ku janë? Janë ato çoshket e tyre aty dhe luten, adhurojnë edhe po. A kanë ato në një veprimtari, a janë dikun aktiv në shoqëni? Jo. A flasin ato? Jo. A kritikojnë, a qortojnë, a këshillojnë, a përpiqen me marr dikën për dorë me shpëtu nga bataku i të keqës ku ka? Jo. Si bre jo? E këto lloj besimtarësh, i don gjithkush. Edhe shejtani i don. Edhe shejtani i don. Absolutisht. Ti nëse je duke ecë në rrugë, edhe është hap një prej këtyne gropave mes rrugës, dhe sa shumë ka, dhe keni kujdes. Edhe shef një person që duke ecë është duke rënë atë gropën. Ti me të spit tuja në dorë, unë me të spit e mi në dorë, e lam për me rënë gropë, po i themi kujdes aty. Ç'm duhet më ullon, të bëhet dhikër, po ç'm duhet të lexoj Kur'an. Jam të përsërit Kur'an, nëse i bjen mbrapa, po las ka mbrapa. Kjo nuk është e jona, kjo është e frikshme. Më u bë besimtari mbrana botës së besimit të tij neglizhent. Në të keqes që përhapet, kjo është katastrofë e dyfisht. E pyeten një prej personazheve të njohur atë historisë tonë islame, Ibrahim ibn Adham, i cili ka lind në vitin 100 të hijretit, dhe konsiderohet prej tabiinëve ose tabiinëve. Dhe dhanë prej shtresës më të mirë të historisë tonë islame. E pyesin dhe i thonë që si është e mujtur që ne i lutemi Allahut Azza wa Jall dhe Allah Azza wa Jall nuk na përgjigjet lutjes tonë. Edhe këta thonë shumë kur sot, unë lutem, po nuk e shoh atë prekjen e përgjigjes në jetën time. Ju thoni si lutnu, ne lutemi, po përgjigja ku është? Ku është përgjigja? Shikoni, ai tha, edhe shumë e rëndësishme kjo. Edhe është në fakt zgjidhja, kjo është receta që duhet me pas gjithë secili te unë i pari. Ai thotë kështu: ju jetoni gjendjen e zemrës së vdekun. Ju kanë vdek zemrat. Ju kanë vdek zemrat. Edhe shkaku i vdekjes së zemrës që është. E para thotë ju e njihni Allahun, por nuk e kryeni hakun e tij. Pra ju e njihni Allahun, thonë po unë besoj Allahun, la ilaha illallah. La ilaha illallah, një kaq vetëm? A njihni që Allahu është mëshirues, po? Po e njeh që Allahu është edhe ai që ndëshkon për të keqen, po. Po çfarë kuptimi ka që me e besu se Allahu do të bëjnë llogarinë nesër ditën e gjykimit, edhe në jetën e përditshme me bëhet diçka që bie nësh me këtë lloj besimi. Pra ti e njeh Allahun, thotë Zotnia, por nuk e ke dhënë hakun. Nuk e ke dhënë hakun. Po kur thu la ilaha illallah dhe unë njoh Zotin, si e njoh Zotin? Si njohim njëri tjetrin, që bëjmë hile, bëjmë zigzake, bëjmë ku diun pas krave. Kështu, kjo nuk është besim.
Kjo tregon se zemra është e vdekur. I tha, ju e lexoni Kur'anin, por ju nuk e veproni atë. E lexoni Kur'anin, e rrjedhsh bukur me texhvid, me zat bukur, me përdredhime, me mrekullueshëm. Po në jetën e përditshme, tregtari aty në biznesin e tij, ai tjetri, ky çiflet, ai kështu, të gjithë ne, sa jemi të Kur'anit në përditshmërinë tonë, në veprat tona, pra sa sjellja e jon përkthen një ajet kuranor. Prandaj thoshte një prej mësuesve tanë, edhe profesorëve të mirë, që jeton akoma sot nga qyteti i Halepit, thoshte është shumë e rëndësishme që njerëzit të shohin në sjelljen tënde një ajet të Kuranit. Ma mirë, ma shumë se sa me pas një Kuran të varur në qafë, apo në durë tuja, apo në makinën tënde. Kurani, shihni çka kam dorë, Kurani, edhe shikoni, i lam me arë këtu. Është me arë, shikoni kopertinën. Këtë se ka kërkush. Kjo është kopja unike e këtij Kurani. Këtë e kam vetëm unë, edhe çfarë pasaj. Ky është me xhevahire, edhe çfarë pasaj. Ky nuk ka asnjë lloj vlere si libër, se Kurani është i shenjtë dhe ne nuk mos mundami të pa edukat. Ky nuk ka asnjë lloj vlere, ky libër. Nëse aq çfarë ndodhet brenda këtij libri, ju nuk e shihni në sjelljen e këtij që pretendon se e ka dhe thotë ky është Kurani dhe është i lam me are edhe. Është zbulu Kurani më i vjetër, ka muzeumi i këtij edhe çfarë pastaj. Surja Fatiha ka ndonjë ndryshim në atë Kur'an? Surja Al-Baqara është ndryshe në atë Kur'an? Surja Nur është ndryshe në atë Kur'an? Surja kështu sura është ndryshe? Jo, i njëjti Kur'an, domethënë, si kam edhe unë edhe ti edhe. Dikujt janë ngris flet të Kur'anit nga leximi i tepërt, e i shumt. Allahumma lekal hamd. I lumi ai për ta atë sevap. Mirë po duam texhvidin e të vepruarit me Kur'an. Ne jemi fokusuar tek texhvidi i leximit të Kur'anit. Në fakt na nevojitet texhvidi i praktikimit të Kur'anit. A ka hoxh në një libër për texhvidin e praktikimit të Kur'anit, se zotrote na ke bën një libër për texhvidin e leximit. Edhe Allahu ta shpërblef se ke bërë shumë punë të mirë të madhe. Dervishi dashur na ka ndonjë për me lexuar, për me praktikuar me texhvid. E treta, dhe do të ndalem këtu sepse edhe koha nuk na premton me u zgjat më tepër. Ai thot, ju pretendoni dashninë e pejgamberit tuaj alayhi salatu wasalam dhe e keni lënë rrugën e tij. Ashtu quhet suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. E sa konkurse bëhen sot në përbot, eseja më e bukur, e letra më e bukur për pejgamberin, shkrimi më i bukur për pejgamberin alayhi salatu, poezia më e bukur për pejgamberin alayhi salatu. Jashtëzakonisht bukur. Jashtëzakonisht bukur. Në jetën e përditshme, njësoj këto fjalë si për Kur'anin famlarët. Në jetën e përditshme, edhe musibeti më i madh është kur edhe këto fjalë të mëdha, edhe këto adresa madhështore si fjala suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe më thanë, në largohet vëmendja nga thelbi i tyne, nga keq përdorimi i kësaj fjale në realitetin e shumë prej shoqënive islame sot. Ku sa njerëz në emër të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam gati të nxjerrin syt ty që je musliman. E dojnë me të prish rahatin brenda xhamis, e dojnë me të prish gjithçka që është suneti i pejgamberit. Por ç'është për ky suneti i pejgamberit? Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam mbi të gjitha është me rujt ekuilibrat e harmonisë, dashurisë, të vllaznisë mesin e muslimanëve. E mendoni se suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam është thjesht me rrit i pak mjetrën? Nëse është kështu, si thoshte një prej hoxhallarëve tanë atje në Damask, e ciapi e ka mjekrën më të madhe se ti. E nuk ka kështu, domethënë, jo. Nuk ka kështu. Butësia pejgamberit alayhi salatu wasalam, mëshira pejgamberit alayhi salatu wasalam, urtësia pejgamberit alayhi salatu wasalam, largpamësia pejgamberit alayhi salatu wasalam, sjellja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në familje, me muslimanin, me jo muslimanin, me bamirësin, me kopracin, me hipokritin, dhe me hipokritin, me jo muslimanin, deri me gjenazën e jo muslimanit. Allah, me kafshën,
me gjunahqarin. A nuk ja sollën atë pjanecin që e shanin edhe e mallkonin disa prej sahabëve? I tha lërni se ai e don Allahun dhe dërguarin e tij. Domethënë ashtu mbështet pejgamberi konsumimin e alkoolit? Jo. Jo. As duke na edukuar që edhe me gjunahqarin në mesin ton, ne mos me kenë kasap, por me kenë të mëshirshëm, sepse duam me fitu zemrën e tij, edhe pse duam të shërojmë gabimin e tij. Tamam? Ne nuk do ta humbim njëri tjetrin. Un kam gabu. Domethënë do të zhdukni nga faqja e dheut. Jo më vëllai më korrigjoni të keqen, më këshilloni, më çortoni. Më çortoni. Po mos më nxirrni nga familja. Mos më dëboni nga shtëpia. Allah. Kam gabu. Kam bërë një gjuna. Dhe me thanë, do të më fshini nga faqja e dheut. Kështu a suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fajzotnia thotë që ju pretendoni dashninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, veproni të kundërtën, edhe ndalemi në këtë cak, edhe nëse kemi jetë edhe mbarësi, të gjuman mas kësaj, inshallah taala, ose kur ta ketë shkruar Zoti. Allahu ju dash dhe begatoft, na udhëzoft Allah azza wa jall drejt më të mirës, na bëf për ty që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Walhamdulillahi rabbil alamin.